kemi kryetarin e shoqatës Dëshmia. Ne do të flasim me të për humanizmin që ato bëjnë gjatë këtij muajit të shenjtë të Ramazanit. Mirë se erdhët dhe faleminderit që jeni sot me neve. Mirë se u gjetme, gjithmonë kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranuat ftesën. Më tregoni si lindi ideja për organizimin e dërgimit të iftarëve për të 7-in vit me radhë të Ramazanit dhe pse pikërisht çdo vit e bëni këtë gjë? Atëherë nisim me emrin e Allahut, Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Salavat e selamet janë për pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam. Më lejoni që në radhë parë t'ju uroj muajin e shenjtë Ramazanit juve, stafit të VTU-s, të gjithë besimtarëve, edhe t'ju falenderoj që gjithmonë jeni afër aktiviteteve tona dhe na kënaqni për çdo iftar me këto aktivitetet e ligjëratat me hoxhallar. Atëherë është, siç thatë edhe ju, është Ramazani 7 që i bëjmë dërgimin e iftarëve në shtëpi dhe ideja ka lindë në kohën e koronës, virusit, ku nuk kishim mundësi që me shtru iftar ose të hajmë iftar njëri me tjetrin, dhe atëherë lindi ideja që thamë t'ju dërgojmë iftarin në shtëpi njerëzve që janë nevojë dhe t'ju mundsojmë edhe atyne që si na, siç e dini, kena tradit ftimin e njerëzve, me ftu njerëzit për iftare në shtëpijet tona. Atëherë nuk u lejote kjo gjë dhe thamë t'ju mundsojmë të gjithëve që t'japin iftare. E ku ka më mirë se me dhënë iftare personave në nevojë. Shumë e vërtet. Cilat kategori familjesh po përfshihen në këtë aksion dhe si bëhet zgjedhja atyre? Siç e thash, fillimisht viti i 7, dhe pothuajse e kemi të njohur terrenin dhe janë familjet e caktuara qysh më herët. Normalisht është bën ndonjë hekje, si në rast kemi pas rast që kanë ndruar disa, sepse zakonisht janë të moshuar, ato të cilët janë që janë në fokus, edhe aty ju dërgohet iftari në shtëpi. Për zgjedhje pra janë listat, vetëm se heket edhe shtohet ndonjë, janë pothuajse të njëjtit çdo vit. Sa iftare planifikohen të shpërndani këtë vit dhe në cilat zona do të fokusoheni më tepër? Këtë vit kemi 52 persona, dhe si gjithmonë Fondacioni Dëshmia fal përkrahjes së ndihmës të bamirësve donatorëve përfshin të gjithë zonën e pothuajse të Krajës, Anës Malit, Tulqinit, bile shpesh herë edhe qytete tjera të Malit Zi, por edhe jo vetëm kufinin tonë, por edhe në Shqipni kemi pas raste që kemi ndihmu. Sa rëndësishme ndoshta është edhe për ju transparenca ndaj donatorëve dhe si informoni ata për shpërndarjen e ndihmave? U botën disa vite me radhë që jemi në shërbim të smires edhe njihemi edhe me donatorët, edhe ata na njohin neve, edhe mundohemi nëpërmjet mesazheve, nëpërmjet mjeteve të ndryshme të informimit, nëpër rrjetet sociale, që mundohemi të jemi transparent. Ndoshta keni pa dhe ju shpesh herë postojmë si raport punët për 1 muaj, 2 muaj e kështu me radhë, edhe mundohemi të jemi transparent edhe me ta dhe me dijet se ku shkojnë parat e tyne. Në raportin tuaj për dhjetorin në vitit 2025 dhe në janar të vitit 2026 përmendet se janë shpërndar mbi 5.000 ndihma. Cilat kanë qenë rastet më urgjente që ju kanë prekur juve më shumë si përfaqësuesi kësaj shoqate? Këto 2 muaj mund të themi se, si më thonë, muajt që ku kemi shpenzu mas tepër me ndihma, normalisht është edhe koha e dimnit. Traktorët e druve ka një kosto begit nalt, edhe për ata rrinë diku shumën e 5.000 euro për këto 2 muaj. Kemi bë shpërndarje traktorët të druve, edhe kemi bë pagesën e një familjes, pra qerane një familjes për 5 muaj, që rrit shumën, gati 1.200 euro. Edhe traktorët e druve 3 janë 1.500 euro, pra rritet shumë sepse janë begit të shtrejta këto gjana. Po ashtu kemi dalë edhe jashtë kufinit, kemi bërë disa ndihma nëpërmjet miqve kur na kanë kontaktu që e kemi pa të arsyeshme që mund të ndihmojmë, edhe kemi realizu falë Zotit edhe falë donatorëve. Ashtu si që cekët edhe keni ndihmuar me bursa për fëmijë jetim, pagesa qiraje, dru për ngrohje dhe mobilim klasash. Cilat prej këtyre nismave ka pasur ndikim më të madh në komunitet?
Pa të gjitha kanë atë dobinë e tyre, se ti çash i traktuar me dëru, të qa me të gatshme për shparet një familje e cila nuk ka jo vetëm kushte materiale, por edhe kushte fizike. Për shembull janë gra të cilat nuk e kanë bashkëshortë, fëmijë tim, të cilat nuk kanë mundësi me i çadru, me bë drum, pra është gjithat për i tyre e kanë atë efektin e vet. Dhe nëse nuk është e nevojshme, ne nuk shkojmë, pra, por është e nevojshme dhe për atë arsye shkojmë, sepse na thrasi, atëherë na jemi detyruar të ndihmojmë. Sa vështirë ndoshta është edhe të mbahet në vazhdimsi një gjë e tillë, siç është edhe kjo bamirësia që ju bëni? Normalisht e ka ata vështirësitë e veta, por falë Zotit, elhamdulillah po bëhen disa vite që jemi, siç thash, edhe në shërbim të njerëzve nevojë, shërbim të mirësisë, po kjo duke falendëruar normalisht në radhë parë Zotin, pastaj të gjithë ata donatorë të cilët na përkrahin. Mund të themi se ky vit unë po llogaris prej Ramazanit deri në Ramazan. Mund të kenë prej viteve që kemi shpenzuar më shumëti, edhe kjo fal donatorëve tanë, vendas, por edhe të huaj. Bile njëri prej tyre na ka dhënë vitin e kaluar në Ramazan një donacion prej $10,000, edhe ne kemi shfrytzuar që ta shpërndajmë gjatë tërë vitit. Se normalisht në Ramazan një pjesë, pastaj gjatë të vitit ku ka pas nevojë. Çfarë ju motivon juve personalisht të bëni këtë punë që merreni dhe të merreni me humanizëm të gjithë atyre që kanë nevojë? Normalisht motivimi kryesor janë shpërblimet e Allahu xhela shanuhu, janë fjalët e pejgamberit alayhis salam, i cili na motivon dhe na nxit të jemi në ndihmë njëri tjetrit, sepse ai kush është ndihmë të vllaut të tij, Allahu do të jetë ndihmë të tij e kështu me radhë, e shumë hadithe të tjera, sidomos gjatë muajit shejt Ramazanit ku mirësia, sevapet shtohen e kështu me radhë. Sa është e vështirë të menaxhohet kjo gjë që bëni ju në kohët e sotme? Vështirë, normalisht ka vështirësitë e veta, por nuk është se është shumë e vështirë, sepse sot mjetet e komunikimit janë shumë të lehta, pra kemi mundësi të komunikojmë këtu edhe me jashtë, dërgesat e parave kështu me radhë, gjitha janë të lehta, vetëm a kemi dëshirë me kontribu, a kemi dëshirë me ndihmu. Normalisht këtu te tereni pastaj ka vështirësitë e veta, por falë Zotit kemi njerëz të cilët kanë dëshirë me ndihmu ose ofrohen me ndihmë fizike e kështu me radhë. Sa e shihni që kanë dëshirë edhe bashkëqytetarët tanë të jenë humanist dhe të ndihmojnë ato që janë në kushte të vështira? Qytetarët tonë janë të mrekullueshëm, janë gjithmonë gatshëm për me ndihmu, siç e shihni edhe vetë ka fondacione ndryshme, shoqata ndryshme, Bashkia Islame, vitin e kaluar kemi pas rast me blemjen e tokës, pastaj grumbullimin e hollave për xhaminë e Kodrave, pastaj çdo aktivitet që bëhet, populli jonë është dorëllon, është bamirës, vetëm ka dëshirë me pa punë, me pa aktivitet. E ku ka punë, aty ka edhe bereqet edhe ofrohen njerëzit për ndihmë. Çfarë do t'i thonit atyne që kanë dëshirë të kontribojnë, por ende nuk e kanë gjetur ndoshta atë rrugën dhe janë në një farë lloj hezitimit? Siç e thash, populli jonë ndihmon, falë Zotit, edhe janë të vetëdijshëm për këtë punë, por normalisht tash po fokusohem tek Ramazani, është muaji ku njerëzit më tepër e shtojnë intensitetin e ndihmave, edhe i ftoj të gjithë të bëhen pjesë e kësaj mirësie, jo vetëm të fondacionin tonë, por çdo ku ka nevojë. E normalisht kjo pjesa e iftareve është pjesë shumë e bukur, shumë e ndihshme, sepse ty japësh një iftar aty në familjarëve nevojë, familjeve nevojë, ose të moshuarve të cilët nuk kanë mundësi me përgatitur iftarin, është një gjë e mrekullueshme. Kemi raste shpeshta ku iftaret shtrohen nëpër restorane, siç e dini edhe ju vetë, edhe ku çmimi i iftarit ndoshta është 20-30 ose se disa është një iftar, ku ndoshta i kemi 10-15 familjar, e shtrojmë një iftar shumë mirë e punë, por mos të harrojmë edhe 4-5 ose 5-6 vetë kështu tyre iftareve, familjarëve nevojë,
sepse kjo është, si më thonë, shumë s'po them më mirë, por shumë e mirë që ti kemi edhe këtë pjesën tjetër. Sidomos në këtë muaj. Sidomos në këtë muaj. Iftari të dërgohet një iftar në shtëpi është 10 euro për person, pra 5 persone janë 50 euro, secili prej nesh e ka mundësi, nuk është ndonjë shumë e madhe. Sa të ketë mundësi, ne jemi gjithmonë të hapun, edhe është më mirë është edhe gati qysh vetëm këtë synojmë që mos të kemi një person që e mbulon krejt Ramazanin, por të kemi shumë veta me nga pak. Edhe tash në këtë jemi sot, pra në këtë fillim të Ramazanit, kemi mbi 40 donatorë deri tash që kanë arrit gjithka pak me mbulu shpenzimet e iftareve. Shpresojmë shumë që kështu të vazhdoni dhe gjithmonë të dëgjohet që një punë e mirë bëhet dhe të gjithë kanë dobi nga ajo gjë. Faleminderit edhe një herë që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe ju urojmë shumë suksese në punën humanitare që ju bëni. Faleminderit juve.